Dëshmori Krishtit nëne, që po kremtojmë ndërmjetime dhe vizitim, shpëtonë nga mizorit dhe tiranit pafund, dhe nga herezia shkatëruese, prej kësaj robërohemi dhe të zhveshur po ndiqemi, këtu dhe jetë gjithë një po shmendosemi, haratisemi në përshpellat e maleve. Ti prana më shiroshen dhe prekje na fal tani, e ja pushoje furtunën edhe shpëtona prej valëve, me lutje për Zotin, që i fali njerëzisë mëshirën pa kufi. Shën Dimitri i Selanikut, tashmë një nga shenjtorët e nderuar në botën e krishterë. Ishte bir i një konsulli romak të Selanikut. Gjendemi në shekullin e 3 pas Krishtit. Idhujtaria romake, shpirtërisht e dërmuar nga grupet e martirëve dhe të pohuesve të shpëtimtarit të kryqëzuar, kontrollonte përndjekjet. Iati dhe ema e Shën Dimitrit kishin prejardhje aristokrate dhe ishin të krishterë të vërtet. Në kishën mistike që gjendet në shtëpinë e konsullit, djali i vogël ishte katekizuar dhe pagëzuar në besimin e krishterë. Kur vdiq iati i tij dhe kur vetë Dimitri tashmë ishte në moshë të rritur, perandori Galer Maksimiliani e ftoi pranë tij dhe pasi u bin për arsimimin e tij dhe për aftësinë e tij administruese dhe ushtarake, e caktoi guvernator të zonës së Selanikut. Misionin mbretëror që i parashtroi generalit të ri kishte të bënte me mbrojtjen e qytetit nga barbarët dhe përndjekjet e të krishterëve. Për sa i përket të krishterëve, vullneti i perandorit ishte formuluar përkatësisht: vrisni çdo që thërre të kryqëzuarin. Por, në vend që të përndjek e të vrasë të krishterët, neomartiri Dimitër mësonte hapur fjalën e Perëndisë dhe shumë veta vinin ta dëgjonin në sheshin e qytetit të quajtur Hayat i Kalkidis. Jetëshkruesi i tij, Simeon Përkthyesi, përmend që Dimitri për shkak të zellit të tij apostolik u bë për Selanikun një apostull Pavël i dytë, sepse në këtë qytet komunitetin e parë të krishterë e kishte themeluar dikur vetë apostulli i kombeve. Gjatë kohës së një mësimdhënie të tij, në vitin 303 pas Krishtit, u arrestua nga ushtarë dhe u dorëzua tek perandori Maksimilian. Perandori në atë kohë përgatitej të shkonte në arenë dhe kështu e spostoi gjykimin e martirit dhe e quan në bodrum në një banjo publike. Ndërsa ishte në burg, Shën Dimitri vrau një akrep duke bërë shenjën e kryqit. Në vazhdim u paraqit përballë tij ëngjëlli që i vuri kuror në kokë dhe e ftoi të përgatitej për momentin e martirizimit të tij. Nestori, mik dhe dishepull i Shën Dimitrit, u ftua të ndeshej me një të favorizuar të perandorit, kundërshtarin Lieu, që rrithe nga fisi i vandalëve. I riu guximtar shkoi në burgun e martirit të ri Dimitër dhe kërkoi nga ai ta ndihmonte me lutjen e tij në kohën që do të ndeshej me kundërshtarin. Shenjtori i parathan zënësit të tij fitoren dhe vdekjen e tij martirike. Pasi bëri shenjën e kryqit dhe pasi e ftoi emrin e Krishtit, Nestori luftoi me Lieun dhe e vrau. Kur Maksimiliani e pyeti Nestorin se çfarë marifeti magjik përdori që të mund Lieun, ai u përgjigj se kundërshtari u godit për vdekje nga një ëngjëll i dërguar nga Perëndia i Shën Dimitrit. Pas kësaj, Nestori u çua në sektorin gjykues të qytetit,
Atje ju pre koka në derën e Florintë. Perandori Maksimilian, kur mori vesh se martiri i madh Dimitri ndihmoi Nestorin të fitojë, urdhëroi ta vrasin me të njëjtën mënyrë që u vra Lieu, dhe shenjtori u vra me goditje bajonetash brenda në burg. Një shërbëtor i Shën Dimitrit që quhej Lupos mblodhi pika nga gjaku i martirit të madh brenda rrobës së sipërme dhe lau me to unazën e tij. Me këto sende filluan të bëhen mrekulli, dhe kur këto të dhëna u përhapën në gjithë qytetin, perandori urdhëroi të vritej dhe lupoja. Trupi i Shën Dimitrit u varros nga të krishterët në vendin ku dhe u vra. Shumë mrekulli dhe ngjarje të shënuara u bën në varrin e martirit, dhe lavdia e shenjtorit u përhap në gjithë Maqedoninë. Pas botimit të urdhërit të famshëm të perandorit Konstantin më 313 pas Krishtit, lullëzoi feja. Të krishterët e Selanikut ndërtuan në vendin e vdekjes martirike të Shën Dimitrit të Selanikut një paraklis të vogël. Nga çdo cep i perandorisë vërshonin besimtar që t'i faleshin Lipsanit dhe të merrnin shërimet mrekullibërëse. Në mesin e shekullit 5, midis besimtarëve u shfaq dhe sundimtari ilirik Leont. Vuante nga një sëmundje e rëndë dhe erdhi në Selanik. U shtriti vari i martirit të madh dhe u shërua. Urdhëroi atëherë të pastronin vendin e ndërtesës së vjetër dhe ndërtoi kishë dedikuar martirit të madh Dimitër, në vendin që ndodhej midis banjove publike dhe rrugës së poshtme. Madje deshi të merrte pjesë të Lipsanit në Ilirik, por engjëlli u shfaq para tij natën në vegim dhe i ndaloi ta prekte Lipsanin. Zjarri i frikshëm midis viteve 629-639 pas Krishtit shkatërroi pjesë të mëdha të asaj ndërtese. Të krishterë shpresëtar të qytetit me në krye episkop Joanin e rindërtuan dhe e zgjeruan në mënyrë të rëndësishme kishën. Ai zjarr bëri dëme serioze Kubesë që ndodhej në mes të pjerësirës qendrore të bazilikës. Kubeja kishte bazë 6 cepash, faqe muri bosh dhe çati të kurorëzuara me një kryq. Në pjesën e brendshme të tij ndodhej një shtrat argjenti me kolona dhe pamjet e shenjtorit. Besimtarët mund të futeshin brenda dhe të ndisnin qiri para saj. Pas zjarrit të mësipërm, bëheshin punimet e fundit ndërtimore që i dhanë bazilikës pamjen e saj të sotme. Në vitin 904, kisha u plaçkit nga piratët dhe pjesë të kubesë së shenjtë u zhvatën. Kubeja e re e kishës u plaçkit nga normandët 270 vjet më pas, kur në 1174 pushtuan qytetin. Pas pushtimit të qytetit nga turqit, në 1430, bazilikën për një periudhë të gjatë kohore i e lanë të krishterëve. Midis mozaikëve të vjetër të ruajtur mirë, dallohet Dimitri me priftrind. Mozaiku është zbuluar gjatë kohëzgjatjes së rindërtimit në murin që kishin ndërtuar turqit në anën e djathtë të ajodhimës së bazilikës. Shenjti paraqitet duke mbështetur dorën në supin e një prifti, duke shprehur dëshirën e tij të mirë. Në kornizën këndëdrejtë të kokës u konsiderua si kurora e ndritshme, por pas zbulimit të mozaikut, ndërtuesit arritën në përfundimin se ky katror ishte një mazgall, në vendin e së cilës u pikturuan ikonat.
Dimitri dhe fëmijët. Mozaiku ndodhet në pjesën perëndimore të kishës. Është dhuratë e një prindi që kishte ndihmuar Shën Dimitri. Karakteristikat e shenjtorit e kanë veçorinë që i dallojnë. Shenjtori ka një rëndor të mbështetur në supin e një fëmije, ndërsa tjetrën të lartësuar me pëllëmp të hapur. Kjo shenjë ndoshta në mënyrë konvencionale tregon që shenjtori lutet. Bëhet fjalë për një nga mozaikët më të vjetër të kësaj bazilike që ka mundësi të jetë pikturuar në mesin e shekullit të 7. Këtu Shën Dimitri paraqitet si një burr i ri me karakteristika të veçanta fytyre dhe me flokë gështenj të shkurtra dhe të drejta, që vesh mantelin dhe uniformën e shtrenjtë, i cili, ashtu si në të gjitha ikonat, lidhet me supin e djathtë. Dimitri dhe ndërtuesit. Bëhet fjalë akoma për një mozaik më të vjetër. Këtu Dimitri paraqitet si një sundimtar kishtar dhe botëror i qytetit. Konsiderohet që bëhet fjalë për sundimtarin Leont dhe kryepiskopin Joan që riorganizuan rindërtimin e bazilikës pas zjarrit që ra në shekullin e 7. Dëshira e mirë e shenjtorit shfaqet me pozicionin e duarve që mbështetet në supet e tyre. Perëndilindësja dhe Shën Theodor Stratillati. Mozaiku ndodhet në pjesën veriore të ajovimës dhe ka si kronologji shekullin e 9 dhe të 10. Perëndilindësja dhe Shën Theodor Stratillati paraqiten duke u lutur, ndërsa sipër tyre është e dukshme pamja e Krishtit që i bekon me dorën e tij të djathtë. Supozohet që ky mozaik u bë nga porosi besimtarësh që u shëruan nga ndonjë sëmundje. Midis të tjerëve mozaik, por jo dhe kaq të mirë, paraqitet Shën Dimitri me Shën Sergjin e Shën Bakun me të tjerë. Afresket që zbukuruan më parë muret e bazilikës janë ruajtur vetëm në shtyllën e tij të djathtë. Në ikon paraqitet rrethimi i qytetit nga fisë slave në 616 dhe fitoria e grekëve që bëhet nga Shën Dimitri. Shën Dimitri duke u lutur. Dimitri mbulon me mantelin e tij një prift me kuror të tij të ndritshme, që ka omofor i cili temjanis shenjtorët, ndërsa nga sipër është perëndilindësja me Isuin foshnjë. Afresku i përket fundit të shekullit të 14. Katakombet u zbuluan poshtë bazilikës në vitin 1918 gjatë punimeve që u bën pas rënies së zjarrit. Në periudhën e lashtë, hyrja në katakomb bëhej nga të çarra të brendshme nga ana e kishës. Sot katakombi është kalim nga e djathta e kishës. Katakombi përmban vendin sipas traditës ku u martirizua Shën Dimitri dhe gjendet poshtë kishës së bazilikës. Kompleksi i katakombit përbëhet nga një mënyrë e vetme bazilike, ku në kohët e lashta ruhet lipsani i shenjtorit dhe nga një vend i vogël me ndarje dhe harqje rrethohet nga rezervuar për ujë. Në qendër, përbri një pusi që mbështetet në 7 harqe, ka një legen mermeri që sipas traditës grumbulloi Miro që buronte nga lipsani i shenjtorit. Në katakomb, nga periudha e vjetër kristiane, ekzistonte burim uji i sajuar nga shekulli i 10. Pusi dhe burimi janë deri sot.
Në 10-vjeçarin e vitit 1980, në katakombë u ndërtua Muzeu Arkeologjik, ku ruhen enë balte dhe enë të tjera si dhe mozaik të cilët zbukurojnë kishën. Informacionet e para në lidhje me varrin e shenjtorit Dimitër i përkasin shekullit të 7. Në atë epokë, mbizotronte pikpamja se lipsani i tij ndodhej në tokë poshtë kubes së altarit, nga kubeja ku nderonin si shtëpi të martirit të madh përhapej zëri i tij, dhe atje vinte kushdo që donte të kërkonte ndihmë. Midis shekullit të 10 dhe 11, shfaqen informacione për daljen e Miros nga lipsani i Shën Dimitrit. Peligrinët grumbullojnë Miron e shenjtë dhe e vendosin në enë të veçantë të balte. Shishet më të vjetra që janë gjetur janë të shekullit 11 dhe 12. Luftëtarët lanin trupin e tyre me Miro të shenjtë para se të shkonin në luftë. Nikita Honiati rrëfen për përdhosjet që pësoi kisha nga normandët që pushtuan Selanikun. Në vitin 1185, mblidhin Miro në tenxhere, skushin atje brenda peshqit dhe lynin këpucët e tyre dhe të tjera si këto. Pushtuesit e fundit, turqit, e nderonin Miron ashtu siç bënin të krishterët. Ioan Anagnosti, që përshkroi pushtimin e qytetit nga turqit, përmend se Miro mblidhin edhe muslimanët që e konsideronin si kur shëruese nga sëmundje të ndryshme. Nga fillimi i shekullit të 14, sipas dëshmisë së kryepeshkopit Simon të Selanikut, shënohen ndryshime të paraqitjes të lëshimit të Miros. Miroja si vaj është zvendësuar tashmë me Miro si ujë, që buron nga pusi ku ndodhej trupi i martirit të madh. Ky ndryshim lidhet me transferimin e lipsanit të shenjtorit Abajo në qytetin e vogël italian, Shën Lorenzi në Ikambo, pranë Sosoferatus, në periudhën e sundimit latin në Selanik, pra në vitet 1204-1224. Lëshimi i Miros ndalohej kur kisha u shndrua në xhami në vitin 1493. Në 1978 u kthye nga Italia koka e shenjtorit dhe në 1980 edhe pjesa tjetër e lipsanit të Shën Dimitrit. Ky lipsan u vendos brenda bazilikës së Shën Dimitrit. Lëshimi i Miros nga lipsani tashmë sigurisht që ka ndaluar, por arka kur ruhet, hapet një herë në vit, në 8 nëntor, pas mbrëmësores, dhe shpërndahet tek besimtarët pambuk i njohur nga vaji aromatik. Ka rrëfenja të shumta në lidhje me mrekullitë e martirit të madh Shën Dimitër. Redaktori i grumbullimit të rrëfimeve të vjetra është episkopi Selanikut Ioani. Redaktimi i kësaj pune rezulton në epokën e perandorit Irakli, që mbretëroi në vitet 610-641. Grumbullimi i Ioanit përbëhet nga 15 mrekulli të zgjedhura tematike. 3 të parat i referohen shërimeve. Meqense nuk mund t'i përmendim të gjitha, do të ndalojmë në disa prej këtyre rrëfimeve.
Rrëfim mrekullie i sundimtarit Marianos. Sipas traditës, sundimtari i Ilirikës, Marianos, filloi të jepej në dëshira joshëse e në pasione trupore dhe në mëkate të tjera. Si rezultat, u sëmu rënd dhe asnjë kurim nuk e ndihmonte. Marianos refuzoi pambukun e shenjtorit që ia dhan, duke thënë se shpëtimi i shpirtit vjen nga kurimi. Atëherë ju shfaq në ëndër martiri i madh Dimitër dhe e porositi të vizitoj kishën e tij. Pasi kaloi një natë në kishën e martirit të madh, sundimtari u bë mirë. Rrëfim mrekullie për stomakun. Një general që shërbente në urdhrat e sundimtarit ilirik, vuante nga stomaku dhe kishte hemoragji. Me që ishte i njohur për besimin dhe për vetë karakterin e tij, i gjithë populli kishte dhe mshuri, por asnjë ilaç nuk e ndihmonte dhe kur po arrinte tashmë të vdiste. Kërkoi ta çoni në kishën e mbrojtësit më kryesor të qytetit, në kishën e tij u shërua. Rrëfim mrekullie për një epidemi. Rrëfimi referohet një epidemie që kishte nënshtruar gjithë vendin. Janë përshkruar me detaje epidemi nga të cilat vdisnin madje edhe foshja, ushtar dhe personalitete udhëheqës. Duke i mbështetur shpresat e tyre tek martiri i madh Dimitër, njerëzit luteshin gjithë natën në kishë dhe në mëngjes shumë prej tyre shëroheshin, ndërsa ata që rinin në shtëpi vdisnin. Kjo ngjarje është e korrikut të vitit 586. Rrëfim mrekullie për kërkesën e Lipsanit të martirit. Në tekstin për kërkimin e Lipsanit të martirit, kryepiskopi Joan rrëfen që perandori Justinian I parë dhe Mavriku tentuan të merrnin pjesë nga Lipsani I shenjtorit. I pari mori përgjigje që punëtorët që arritën të hapnin varrin u rrëmbyen nga një fuqi ndikuese dhe tek mbreti u dërgua një pluhur që u mblodh afër vendit. Te perandor Mavriku, kryepiskopi Eusebi ju përgjigj se nuk dinte se ku gjendej Lipsani I shenjtorit, sepse ishte varrosur mistikisht. Kështu që I vetmi që mund të dinte në lidhje me këtë ishin ata që kishin marrë pjesë në varrim. Rrëfim mrekullie të fronit të argjend. Gjatë kohës kur ra zjarr në kishën e Shën Dimitrit, ishte shkatëruar kubeja e argjend, zbukuruar nga kryepiskopi Eusebio. Për plotësimin e argjend që nuk arrinte për kuben, vendosi të shkrinte fronin që gjendej në kishë. Por një prift pa shenjtorin që e pengoi të bënte diçka të tillë. Por Eusebi nuk e besoi dhe atëherë Dimitri ju shfaq për herë të dytë priftit dhe 8 muaj më pas ju shfaq dhe për herë të tretë. Kështu premtoi që do të kujdesej për kuben. Shpejt ju dërgua Eusebit argjend për ndërtimin e kubes. Rrëfim mrekullie për rrethimin e qytetit. Kryepiskopi Joan e karakterizoi si një nga mrekullitë më të rëndësishme të martirit, sepse me këtë shpëtoi Selaniku nga shkatërimi I pashmangshëm. Pasi mendoi se me cilën mënyrë do të mundte të largonte hidhërimin e perandorit Mavrik, kryetari I avarëve grumbulloi sllavët dhe u vërsul me fuqi kolosale ushtarëve në Selanik. Duke zhdukur gjithçka, ushtria hyri në qytet më shpejt nga ç'mund ta priste dikush,
por me që Dimitri u dërgoi armiqve errësirë dhe mjergull, vonoi marshimin e tyre dhe ata nuk arritën në qytet veçse në të gdhirë. Kur pas gjithë këtyre filloi armatimi, shenjtori u shfaq sipër mureve të qytetit dhe me një armatim të rënd hodhi me ushtën e tij barbarin e parë që zvarritej në mur. Ai, duke rënë, tërhoqi me vete edhe të tjerët. Barbarët u pushtuan nga frika dhe u larguan nga qyteti. Pas dështimit të parë, avarët dhe slavët rrethuan me parakalim ciklik qytetin. Dhe banorët u pushtuan nga frika se kur deri atëherë nuk ishin parë kaq afër turmë të tillë barbarësh, por papritur për habit të sulmuesve, sipër murit shfaqen ushtarë të panjohur. Perëndia kishte dërguar për ndihmë ushtarët, atëherë të tronditur siç po esnin, armiqt filluan të trondisnin njëri tjetrin. Disa nga sulmuesit rrëfenin nga ana e tyre se në vigjilje kishin parë të dilte nga muret e qytetit një ushtrim me në krye një burr që ndriçonte me një kal të kuq i veshur me mantel të bardhë. Banorët e qytetit kuptuan se bëhej fjalë për të njëjtën ushtri me në krye martirin e madh Dimitër. Qyteti këtu dhe vite më radh i referohet ceremonive festive për nder të mbrojtësit të tyre qiellor të qytetit. Fillon ta nderojnë Shën Dimitrin si shenjtor lokal, mbrojtës dhe përkrahës të Selanikut. Shën Dimitri shpëtonte qytetin nga fatkeqësi të ndryshme natyrore. Fakti se në periudhën e ekspeditës së barbarëve gjatë shekullit të 6 dhe të 7, qyteti vuajti nga sulmet e avarëve, slavëve dhe bullgarëve pa asnjë ndihmë të jashtme. Kjo u konsiderua mrekulli. Sidomos në epokën e ekspeditës barbare konsiderohet si mbrojtës i qytetit. Perëndilindësja bëhet mbrojtëse e Konstantinopojës duke e shpëtuar në vitin 626. Mbrojtësi i Selanikut është martiri i madh Dimitër. Banorët e qytetit besonin se çfarëdo lloj sulmi ndaj qytetit ishin të dënuara, por sipas dëshmive, shtëpia e martirit të madh Dimitër nuk ishte e mundur të përdosej. Por nëse qyteti binte në duart e armikut, konsideroi se Shën Dimitri do e lejonte diçka të tillë vetëm për shkak të mëkateve të banorëve të tij. Shpëtonë nga mizoritë dhe tiranitë pafund dhe nga herezia shkatëruese. Referencat e vjetra për nderimin e Shën Dimitrit shenjtor rezultojnë në fund të shekullit të 6 dhe në fillim të shekullit të 7. Sipas burimeve të vjetra, festa zgjaste 3 ditë para natës së 26 tetorit. Atë ditë bëheshin agripni, litani festuese ku merrnin pjesë të parët e qytetit dhe turma pelegrinësh. Dita e Shën Dimitrit është festë aq e madhe sa dhe festat e mëdha në Athinë në kohët e lashta. Është festa më e madhe e Maqedonase dhe në atë vërshojnë jo vetëm banorët e saj, por nga Greqia, Shqipëria, Italia, Sicilia, keltët e të tjerë. Që i fali njerëzisë mëshirën pa kufi. Kaq e madhe është fama e tij në Europë. Në shekullin e 14 në festën e Shën Dimitrit paraprinte kreshma dhe në 25 tetor bëhej litani në rrugën ku kishte ecur shenjtori. Shën Grigor Pallamai dhe Konstantin Armenopoulos shkruajnë që litanit bëheshin gjithë muajin tetor. Për më tepër çdo javë bëheshin 3 liturgji për nder të shenjtorit, të dielën në kujtim të fundit të tij martirik, të mërkurën për nder të lindjes së tij dhe të premten bëhej festa e përbashkët me të përmbishenjtën. Në kishën e Shën Maris që quhej Achiropito, që do të thotë e pandërtuar nga duar. Për luftar të madh në përreziqet, të ka gjetur ty bota e tërë, se i theve paganët o athlofor. Pra si që shtrive lye unë fodull për dhe, kur e forcove dëshmorin e stor në stat. Gjithashtu është Dimitër dëshmori madh, lutju Jesu Krishtit Perëndi, të na dhurojë për dëllimin e madh. Të na dhurojë për dëllimin e madh.